Emisioni Një Kafe me Lavin mbështetet nga Prishtina Ticket, Aria Petrol, Avin Cafe, Teljaku Dental, Valone. Përshëndetje shikues të radio televizionit 21, shikues të emisionit Një Kafe me Lavin. Çdo javë mundohemi që atmosferën ta sjellim në shtëpitë juaja për një vend tjetër, bashkë me mysafirë të përzgjedhur që e dielja spaku mbrëmje, të jetë relaksuese, të jetë qetësuese, dhe aq më tepër që ta përfundoni Një Kafe me Lavin, të vazhdoni të jeni me radio televizionin 21, gjumin ta bëni për mrekulli, të hanën fillon dita e re e punës suaj, fillon dita e angazhimeve, stresit, po e quaj kështu, sepse mbi gjitha java po shkon shumë shpejt, po e vrejmë secili prej neve, po vjen e dielja shumë shpejt, ne mundohemi që të dielën ta kemi së bashku. Faleminderit edhe njëherë juve që na përzgjedhni si emision, si Një Kafe me Lavin, radio televizionin 21, të jemi bashkë. Jam me fat falenderues Prishtina Ticketi, sepse unë udhëtoj kudo në për vendet ndryshme të botës, me Prishtina Ticketit, biletat I kanë më të mira, më të lira, por e bukur është sepse brenda aeroplanit, kur vjen stewardesi apo stewardesa edhe thotë mi se erdhe, për çfarë je? Dërë me pi diçka? Kështu që e bukur është kur komunikon në gjuhën shqipe bashkë me ty. Faleminderit Prishtina Ticketi që është pjesë e pandashme imja. Jam me fat dhe falenderues aromën e kafës, pa vini vazhdoj ta kem në emisionin Një Kafe me Lavin. Faleminderit që është pjesë e pandashme e rrugtimit tem. Faleminderit kompania Tafaj, sepse jemi bashkë, bashkëpunojmë bashkë. E di që tek La Luna sa darsmat janë të rezervuar si vjetë tek restorantet gjigante të cilat fakt janë atë pjesë Tuaregës. Jam falenderues, e vetmi është për momentin në Kosovë, por së shpejti do të zgjerohet rjeti I Aria Petrolit. Faleminderit që është pjesë e imja, karburantin unë e marrë tek Aria Petrol, ashtu që shumica prej juve ndaleni në Arlat, furnizoni me karburant, por mundeni me hy brenda marketit, mu furnizu me gjitha gjërat se cilat pak ju nevojiten për me pas një udhëtim të rahatshëm dhe komod. Jam me fat sepse buzëqeshjen e kam për të mrekullueshme. Ardi Teljaku, faleminderit Teljaku Dental, të cilët fakt janë pjesë e rrugtimit tam, janë pjesë e emisionit në Një Kafe me Lavin. Jam me fat dhe falenderues edhe Valonës, sepse ka zbritje për maturanta, ka zbritje edhe për sezonën e dasmave, cila po vjen. Ka gjëra shumë të bukura dhe ka gjëra shumë interesante të cilat vini koleksioni I rive që ka ardhë, mundeni më ardhë dhe mu furnizu drejt nesë. Kështu që edhe dhandrit, edhe nusës, unë I thëmë të Valonet të Labrinat Gashi, mundeni me pas diçka të bukur edhe të veçantë. E bukur është, sepse unë këto momente, edhe tek Instagrami im, ndoshta ko pas kohe, po postoj, por edhe në anën tjetër, ju mundeni me hy tek Alp Festival. Alp Festival është për momentin në Norvegji. Jam pjesë e Alp Festivalit, kur jemi tek Alp Festivali, jam tek Instagrami I tyre, po e shoh që ka shumë emra, si që është Ledri Vula, është Lumi B, është Energy Bendi, është Blero, janë Zerka, DJ ndryshëm të cilët fakt janë pjesë e Alp Festivalit. Kështu që ju sidomos që jeni në Skandinavi, mos harani, bëni biletën tuaj, rezervoni biletën tuaj, atje do t'jemi bashkë. Gjithçka do t'jetë së bashku në Alp Festival të Norvegjisë, është viti I parë edhe urojmë të shkon në mbar edhe për mrekulli. Do t'jemi bashkë atje për ta festuar dhe për ta kompletuar një ditë të bukur edhe të veçantë. Jam me fat dhe falenderues
sepse kam një ekip të mrekullueshëm, Arian Polqeje, faleminderit për energjinë pozitive që e ke. Hajdar, faleminderit se gjithë shka zani vjen nëpërmjet teje. Jam me fat se halimin e kam me ndriqimin e mrekullueshëm edhe në studiot e emisionit Një kafe me labin, por realizimi nuk bëhet i mirë pa i pas edhe ekipin e mirë, fatos ambi gëzëm faleminderit sepse jeni të mrekullueshëm punën që e bëni. Jam me fat sepse pjesë timen e kam Luma Lebakun. Ekrem, faleminderit se pa ty jam pa një dorë tek emisionin Një kafe me labin. Flori, faleminderit për montazhën. Ko pas kohën e bashkangjitet edhe Fisi. Kështu që ky është ekipi im, sepse më bën të lumtur, më bën buzëqeshur, më bën më të relaksum me qenë bashkë të dieleve bashkë me ju, sepse mbi gjithçka punohet për juve. Secilët jeni të pandnumërt shikues të radio televizionit Një, por edhe shikues të YouTube-it të emisionit Një kafe me labin. Ju du pafund. Sonte, natë e veçantë, natë e bukur. Ardi Mirdoni, por edhe Vesel Kurtisha. I Veseli ka një kohë gjatë që nuk ka dalë në një intervjist, por është koha e tij sepse martesa, Ardi Mirdoni kanë realizuar një këngë për çiftin, pikërisht ka sekuenca të këngës së tyre të realizuar edhe në dasmën e Veselit. Kështu që një natë e bukur edhe veçantë është. Por a ka gjë më të bukur se mi a fillu gjithçka sonte bashkë me muzikë. Kështu që Ardi Mirdoni bën gati në anën tjetër. Fillojmë nata është bashkë me ju, bashkë me shikuesit e radio televizionit Një, shikuesit e emisionit Një kafe me labin. Larg teje moj nane, dielli nuk më ngro, kur zgjohem nga gjumi e ty nuk të shoh. Dalin para syve nanat kosovare, tu I prit vite tyre me krye ndritare. Moj Kosova nane, në zemër të ka, ty është armëria e andrave t'mija. Moj Kosova nane, në zemër të ka, ty është ardhmëria e andrave t'mija. Jemi bashkë me Një kafe me labin, është kënaqësi kur e ke në emisionin Një kafe me labin e ke bashkë me Ardin Mirdonin, por edhe me Veselin. Kënaqësi e madhe që jemi bashkë sonte, te Një kafe me labin, Ardi Mirdon ju e dini për fëmijë që unë shpeshherë jam bashkë me juve dyve, me Veselin në ka ra shumë rol e përmall, dhe më thonë të emisioni, po shoqërinë e miqësinë kemi pasur gjithmonë bashkë. Faleminderit që jeni pjesë e Një kafe me labin. Faleminderit. Sonte po du më ndalë tek pjesa e fillimit, dhe më thonë edhe njerë publikisht, dhe më thonë urimeve të martesës. Faleminderit ashtu po. Hajde, nuse! Nuse ashtë. Po ko që martu da shumë e kom haru për vete që s'ka lidhje, me rëndësi është dhe më thonë që unë publikisht me ta uru martesën. Pa marrë parasysh dhe më thonë që ka kalu një kohë dhe po publikisht kështu s'ta kom uru, po ta uroj sonte, inshallah ke fatë dhe krejtë mirat e sotit bashkë me rezën. Inshallah shtohet familja juj. Ardi Mirdoni... Po mdo këtë pak pishmon Veseli, nuk me dit. Jo, bro. A kam do të a u kap nusja me nonën me njerë, asa? Jo, sot jam pak I lodhën, kom pas 100 punë gjithë ditën, për ndryshe jo, kështë jo. Edhe ta adresi me nisin fjallë. Dëgjam. Qështo njëtë ma kanë bodhën dasëm, tonë. Menu e mirë Vesel për të këtë. Këta jonë njëjtit, këta nuk ndryshojnë, dhe më thonë, që kë Mirdon, që ka din mi kryu, që ati Ardi, mrenda emisionit, në për intervjisa është e pamëshme, kështu që Vesel, vë në gati sonë, se më mdo këtë koka natë. Edhe që u vonë me e bukra, kërë nga shkundasë ma ditë. Po. Para se me I njerëzit ishura 6 diçka, e tirë kënë telefon Veselin, kënë me 100 stresës e dasma,
Vesel tha u bo një gabim. Qka u bo vëlla, qysh me ndimu? Emnin tha më pasqyrë, tha përshun, tha veç Vesel edhe Reza, tha nuk përshun emni ardë mirë dënë kërkun, tha më pasqyrë me dosë. Gjithë natën e ka bojë qëtë linë, Edhe te puna klipit e kena ndru, tha. Te pjesa shkollëve, tha, nuk i me zbrita ti me Rezën të poshta, e na më konë, tha, te piano, tu kënduë të bu. Pendrojmë, tha, dilta ti bjeri pianos, tha, Reza dhe del para pianos të kënu, tha, unë me ardë në dajim shkollë. Gjithë natën kam bojë për Ka interesant, s'ka. Qërë, ndëgjam, unë thashë, Migjoni është i lem për batuta, është i lem dhe më to për humorin, kështë që e bukur është kur e ke dikon mrenda për mrenda krejt ati stresit të madh, e ke dikon që bën gjithmonë atmosferë dhe është pozitiv. Mi të më fajmë derit. Paret. Qa do të me thonë? Paret. Që me thonë për sofe. Paret. Edhe që edhe piano, ka pa. Edhe një. Përveç humorit. Po, bëjë dhe muzika pak. Edhe bën muzikë. Po. Zakonisht dhe më tonë edhe sonta, kime bë pak muzikë më mdoket? Shpedi saj paguni atë qëtë në glumin. Ketën vare, dhe më tonë që lumi nuk ka këto, po dush me pagu Që janë zanë venin? Nga, vete lumi... Lumi, babush, meri parët sëtë. Dush lumi, dhe më tonë të dush mi jep edhe lumit, se piano është e lumit. I djekë sëtë ka këna tëna. Veç Veselin më me konë ma i djekë sonë. Edhe plus bakshirë, s'ko? Dhe më tonë se vish Veseli, se përshkak që djetë që për pjesa e dasmën. Okej, po du më ndalë tash të kjo dytë, dhe më tonë të puna dhe të videoklipi. Videoklipi, dhe më tonë, dollë kanga o dalë ma heret se videoklipi dollë pas një javë dasmës, dhe më tonë, të Veselit. E di që edhe pak e ngarkume edhe stresume edhe për juve, se edhe për ju dytë nuk keni mësu me gjiru diçka mrenda një dasme live, që më tojnë, se zakonisht videoklipe gjirohen gjithmonë për para, po mrenda një dasme edhe me kone realizume, qëshke, që fa ndjeni ka? U koni farë stresi veçan për faktin që klipin e na mësu, u bo diçka gabim, hajtë këthë dhe njerë, hajtë bebojnë ata shtë diçka, që kesë të dollë shumë e bukur, nashtë ta një dritë e vogël që atje e këthen. E ndasëm gjithë shka shkoj ke që ati bërë që aty live, e nuk e kështë qatë luksin, badin me dollë diçka kesh me thonë këthe. Mas ne kej që to, gaj lejke na pas ma mund më ndash, mas ne që jena konë bashkë dhe dina krejt, po unë menej që kej që to sane e bojnë të bukur një përvoj, edhe jepin një farë shpirti që nuk mundet mja jep në ashta veç pamja, ka një farë shpirti edhe vetë në klip kur vret kur bëhet me dashni, ka dollë diçka shumë e bukur, ka dollë diçka që metë për jetë, edhe përveç që është një kongë e jona që metë për jetë, është edhe një kongë e qifti, që është bu pikrisht për qiftin, është ta shpresoj që njerëzit me pa me t'njejtin sy, me ngu me t'njejtin vesh që kena një në dasëm. Mirjan? Zakonisht ordi thot krejt, kështu që nuk hiq ka shtën mas ty në fjallë. Edhe u ka një interesant gjatë klipit, edhe puna e lobit, na i shumë, live ishëm të bojë gjithë s'ka, vëdin, do më thonë ishin kamerat që ishe pa mundër me këthyja të gjithë, se ishin njerëz, edhe ashtë që isha një zo, lobi fërkin mikrofon, që me një edhe qifti, edhe Vesel kapja dorën e majtë, do më thonë lobi ishma tje, të i dhonë... Regjin dhe limit! Qysh me lobi, dritat onash, veç që në farë sistemi. Edhe ata dasmord ju konë që ditë shumë a e të kuptu dhe më tonë mrenda për mrenda dasmës me pa dhe më tonë Jënë që ditë, po sakë që ato përshpipi ku marrë dhonë nashta pëse na i rakon të nkonë djeni që është ndodhë diçka dhe edhe unë pavarësisht ishe dasra jem edhe ishe në thojza e ngarkumë. Së është një farë ngarkesë e madhe, po jo shkallë. Po dhe normal. është një farë emocionin vete kur zbes shkallë dhe mos për nga troni shkallë, mos për bënë. Jo kredia. Edhe... Sa tu i me në krejti. Pavarësisht... A vëdin se jenal, tu shdyp shkollë dhe ishe 400 vesa. Ka 50 euro më gjithë. Edhe një shkollë të kur, rata kredis. Edhe një shkollë, do ta një spenal. Edhe më fund të i pote, mos me puthi hista. Do më thonë, për te ati emocionit dasmës, na e dishëm që është të ndodhë diçka, na ishëm të dishëm që është të gjiru një klip, edhe më nëshëm pak të në edhe unë në dharejqa i në mënu të nkohen, jo me bo një dashëm të zakonshme, po me në thojsa, nëse jo me lujt, me rujt pak vetën para kamerave, që klipi me dalë ma i bugër e ma fin. Ma së është kry dasma, unë normal, të i vetë si dhona dhe me këqysh ka shku, se në dasmë njerin,
Martu më sinasjon, po. Mirdoni pak. Mirdoni pak. Më kalu sa do sa. Po të kallëzoj ty, garanti ke kallëzuar. Në dasëm jeni po më e ke men kur gjë pe dasmës vetë çka ka ndodhur. Domethënë sa për çe, shet dikon që urxua, që u bo, ose që ka shku as këngëtarin, as një këngë që më men. Domethënë as burakut e as juin kur keni kënu, as një këngë nuk është më men, përveç që shojnë atë klipit, se jam kon shumë i vetëdijshëm që është u bo klipi. Edhe në vetën mas dasmës, çu keni kalu be thonë. Çka ka ndodhur në esencë që më majt men, që ku mujt mos më pa ne. Po gjithë çka ka shku mirë, po. Dyqysh, qa bëjshim për sto kamera që usit që rrëthërët të nkohën? E bërtit lobi dhe që do drita, na zdishëm edhe të këshysh, ty e ta shanë të buk, ta? Dhe më thonë, përjetimet qysh mësafirët i kanë pas, gjatë kohës që realizu klipi, janë qështu që të thotë ti, do nkohën të këshysh me shanë të buk, ta? Se nuk është një dasëm që, jo gjithmonë një dasëm gjirot një klip, një kongë. Normal. Gjiron klipet e qiftit e këto e mënohen me lujt ka pak edhe qifti, si kur po bojnë e po këcejnë. Po kjo që ka ndodhë, po për me, mësafirët janë konë tepër, pak të familjarë që i konë vetë, janë konë shumë që ditun qa është të ndodhë. Se këtë sanat kanë shku real time, do më thonë nuk u konë klip që po thotë Ardi. E kthejna. Kthej edhe njëherë se s'na du që i ka mirë. U konë one shot, ton kohën, edhe janë konë që ditun shumë të habitun që kanë ratë. Pak të në familjen temë nuk është që kanë ndodhë, e ma edhe më gjiru. E ku zbulu një sen, gjatë hyrjet të qiftis, gjithë ko fëmi që përzihen, nga një fëmija ko vençanicën, nga nësa një fëmija nga nana sën e kop, vjen baba bërtet, kitë përzihen qëta. Edhe ta shqa zbulova ndosëm tonë, Labi tha, është ka gjirot një klip, mos livretin kërkush, ta është klip. Fix, që kjo. Ati keta për vena. Ta shqa zbulova në gjithë dosëm, është pjë qiftit me thonë, qifti po hin, kena klip. Dhe mos livretin, edhe keti ki, avë nga për vena, shu se klip. Shumë nga lanë në vend. Njona për i sanë, unë kom familjen e kom shumë të madhe, edhe fëmijë, shëgjër zotit, shpijat plës se qëta shpi. E di që nëse cilë ndasëm, edhe vllai i vogël kur është martu, del dikush para kamerës, a gjuhet një sheqer diçka, ngojnë do të mi masat i sheqerit, një dy rëzohën, gjithë ka që që s'kena. Në dasmën tem nuk ka pas asnjë mi para kamerës, nuk është dokë. Do më thonë, që to janë ato, njëna prej... Labi ka i kërripin, edhe s'jam të samë. Kërë e ka zota për qërsh. Allah, e dikun. Njëna prej sanave që i ka habitu shikja, do më thonë që dyqysh, rrejt që to se anite që tha që janë të të bu, diçka. Kërkush se ka di që o ka bu. Një klipo ka gjirohet, po që kanë bo. E posha e kretë kësaj që unë i këthen, pas përfundimi dasme, unë e marrë telefon në Veselin e thëmë Vesel, unë e kom falenderu në anën për forcën që e ka e, për motivin që e ka pas, për gjithë shkapin, për shkak që e përmenda dhe papin kjo. Ku e ke përmenda dhe papin? Artin dhe me thonë se s'ka hiç nuk manë mend dhe me thonë kur shkapin e kjo konë mrenda, dhe me thonë konë, unë dhe sa po flasë e shok të atë fotografi, po nuk manë mend. Po si të që tjetë, e di që ke kanga këgja komentume, ke edhe klipi këgja, i pëlqym për shkak që një farë mënyre jonë të radha këto klipet edhe kangë të dasmane që buon, është ma tepër jonë fakt kangë të cilat qiftet minzës presi me ndëgju një kangë 3, edhe me qatë kangë dhe me tonë për mu fut në dasëm. Emocione pa fund për ju dëtë për shkak që komentet kënë pozitive. Natërshëm, unë përdu me shfridzu pikër qëtë moment edhe me falenderu Kreshnikun Avdion dhe Laminet Mezinin që e kanë realizu këtë kongë, e kanë prunë me tinglu të bukur sa tinglën. Pjesa e interpretimit një kongë e tilë për një me është një farbarës se ti synën me konë pjesë e qati momentit që është momenti kulminant i një dasme, kujtimi kryesore i një dasme. Edhe me Mirdonin kena kongë gjdo lej, se mundohme me eksperimentu, edhe u konë konga që na ka mungun atë librarin tonet kongëve. Kur vendosëm e bu diçka t'il, e mërëm me shumë përgjithsi. Edhe me Mirdonin shumë prej kongëve tona i kena realizu shumicën, nështë ta menismën tonë, edhe në tekst edhe në via melodike, këto nuk më ishëm ja qëllu. Ne kena marë ka dalë, kena trajtu, nështë ta një 10 projekte, ka dalë, edhe për një moment e thash Mirdonit, nështë ta që se këmë provu njetë, nuk po di që shmi e qasi saj forme, edhe e kontaktun Kreshnikun, edhe e bonit tekst që nga pëlqej tepër shumë, melodin tepër e bukur, mas nej, kur e shenë dasëm të realizu, nuk është mo, se që to po mënona me thonë, ti jetë të gjiru klip, por nuk është klip se ti jenë në kujtim për një met një njerit. Ndryshë është me pas marë një model dhe një modele edhe me i thonë esë një kënej, po ti jenë më rana një kujtimit një persone edhe një familje edhe e që kjo e ka një farë peshe pak ma të madhe mas nej shpirtnore, që mu për vetin plëtsën. Për që atë arsyet është dhe një farë kongë për i preferumeve të mija për i kongëve që i kena.
Vesel, për ty, qësh ke dhe më tonë, kur pak veç dull klipi dhe komentet, njerëzit, familja, rethi, shoqënia. A mon men, kina gjiru për flitë. S'mojnë men kërso. Fiks, është bo fore ke puna se kër njerëzit më thojnë një detaj që ka ndodhë gjatë dasmës, për në me jam pak kesh me memorin. Nashta për shkak të emocioneve, nashta për shkak të i fundit, vllai i fundit që martona, se edhe vllai e vogël, edhe vllai e madh martu më herët, gjyshi i fundit dhe me mua më pshelet një farë kapitulli që nashta tek mas 30 vjetë kam pas ndasëm në shtëpinë na. Edhe një farë emocione, një farë, nuk e di, e kom përjetu shumë dasmën, edhe emocione normalisht po. Konga me nëjone që për te emocioneve që i kanë pas këta që kanë konë pjesë e familjes që përmen një ardhje gjithë shka tjetër, unë e di që dasma nuk ishë konë që kjo dasma që o konë, nëse këta nuk ishin konë aty dhe nëse që konë që kjo konë. Dhe më thonë që se për te i kejtë ceneve që më nosh mi majtë mend për jetimet e emocionet që i ke pas gjatë dasmës, konga të unë e konë një vend veçantë. Nashta edhe pse e kom gu, edhe na këna pas nëse s'ga bëja 24 orë para se me fillu me gjiru klipin, na dhe që morëm kongën finalen edhe nëse me ngu, jom lidhë qatë shumë për këtë farë kongëve, sa në radio me dalë, dhe më thonë, ma këthe një farë flashback, një komplet dasmën, ndogët e shoh. Qëto janë momentet, mu konga ma këthe një komplet dasmën në njerë. Më në vetë për detaje, që ka ndodhë, te ka ndodhë, nashta komplet cene që kom harru. Tjetra, edhe mu shumë ka ra, për qësoj kohë, na këna folë gjitha herë në telefon, po në i sendu me tonë, për bëjë edhe në publikisht, që definitivisht edhe mos më paskon ti ndasmën temë, unë dasmën temë se kësha pasë, është që kësha pasë, po duk shtu tash, definitivisht falenderu, edhe me thonë që ti me që je pa e martu, për ta kujtëri sen. Është një farë përgjithësie që na dhanur t'ja japëm vetës me i marë përsipër, me i bo dosene, që na se dime atë që shbohen. As kur me hije, as kur me dalje, as qysh me dalje me këcyje, një pjesë e pare, një pjesë e dyte, me dalje një torte, një diçka. E nisha në vetën një farë përgjithësie, që në fakt e kom një kur është martu vlasë, është martu në 7 orë virit kalu, unë se kom pas. Do më thonë, po këtej në thashtë e ti lëmë. Këtë që ajo bara që më thojnë dhanurë që e majnë në dasmën e vetë, që kur me hije, kur me dalje, së më ka shku që kjo që shtohë, se fëmi që i përmeni me do në ma herët dalje, ne veç të prish një par momenti, unë definitivt do në me të falenderu edhe me thonë që t'jam bëzhli ta njetën, për gjithë shka që ke dhonë, edhe kur qifsha të ngajnë, edhe kur më thëshet i mu, po la, po më thot mu, o, mos o merë, bre. Mos o merë, bre, me kërkon vishtu i labi është organizator në dasmën, mos o merë me këtë farpune. Dhe më thonë definitivisht ki qatë peshen që ma ke heku i krave, në ashtë ta më ka bo me majtë men, ma shumë se sa që duhet gjithë shka që kom përjetu, e me pas qatë ngarkesin e qysh tash kena medalja, e tani e qyse po duhet me hi dhe njëherë, e do të më nërrua, do të më bo, e krejt që do i kom pas qash krahte e letë edhe asë një gajle, tani, po, nashta kam përshtypin që edhe ti e konë faktor që unë së më men kur gjëndashme, se du më thonë, që kom pas nevoj me majtë men kur gjëjë, se krejt kanë shku që duhet. Kështë që definitivisht falenderit shumë për krejt që ke bo për mua dhe për nusë. Qëre, unë për thëmë, miqësia është mbi gjitha, po unë jam i njejti, dhe më thonë edhe në me kondasëm Mirdonit, apo me kondasëm Fasosit atja, po edhe se e kanë kry. Po, i njejtë këmë konë edhe, i njejtë këmë konë dhe më thonë të Ardi, i njejtë këmë konë të Ambi, i njejtë këmë konë të Gzimi, i njejtë këmë konë të Flori, dhe më thonë të këta cilë pak janë pa martu, dhe më thonë, që që unë i njejtë këmë qenë. Okej, po duhet deri sa po e flasim për klipin, po mendoj, po flasim për dasmën, po flasim për gjithë shkafin, është për ty edhe diçka e bukur që ka me mbet në arkiv gjithmonë, që nesër mas nesër, dhe me thonë, edhe fëmija tu kur të bohen, kanë me pa, dhe me thonë, në YouTube edhe kanë me pas në arkiven, që mami e babi, dhe me thonë, qësh kanë qenë, se po e marrë shembull në tash shumë e keqe është për neve që nuk e kemi pas mundësinë, nuk e kemi atë fatë me thonë me pas një video prej martesave të prindve tonë, ose një fotografi për janë saj kohë, për shkak se edhe gjatë luftës janë kallë shumica e krejtë, kështu që e për ty është këgja e bukur. Një detaj e maj e men kër kanë diskutu me Ardin e me Mirdonin për punën e klipit, që ta e kom pas në men. Edhe e di që Ardi më ka thonë Vesel, në regull nga mujna e bojna, po ideja është ti dush me folio dhe minusën, me këshyrë, a dona jo, e moj e men që ma ke përmen se detaj. Edhe qëta që po e thu ti, kër e kom diskutu me Rezën, se një parë që më ka thonë, se e veta si me dy mene, se me të drejtë Ardi ta, ti mund është me pasë shumë qef, edhe na bojna, e di që del për neve, e di që del shumë sen i mirë, edhe me të kujtim të njetën, po a do nusja. Se një parë që më ka thonë Reza, kër e kom kallëzu që hej, ka mu bo klipi në datë në tonë, që të përshtypim më ka thonë, sa pare kam të thonë. U konë që kjo, e ku ka ma mirë se me pas
ditën më të rëndësishme të jetës tam, me pash të dokumentuar, me pash në arkiv në YouTube për ta jetën, edhe me ndodhë që kjo. Që kjo po më rej, janë shumë sanet që konsiderohen me qenë të vogla në dashma të zakonshme, po kur jo që dashma, se po më doko që kur bëjat vete, si kur dhe me këtë dashma e më konë jashtë zakonshme. Tu kom për balë juve, tu e ditë puna që është bo, tu vazhdu me ngu kongën për ditë sa e typin kërë, definitivisht me ne që qaj kongë ka po dashme të jashtë zakonshme. E kur nalesh me menu mash ne që është kujtim që e matë të njetën, e nesën mi kalëzu dhe fëmisë të mi thonë që kjo konë dashme a babit. është një farë emocionin vete. Du me transmitu klipin edhe me njerë pas transmitimit du me haru gjithçka këtë pjesën e dashmës për shkak që kom diçka për secilin për juve, se të një kafëm lapin ju e dini tashme koncepti që është historia, jo nësandet, është bagajë, është gjithçka për cili a realizohet. Por, kur diri sa vim të klipin, unë pa tjetër që kësha dash për pos njerëzve që duhet, pa tjetër, duhet mi falenderu. Duhet mi falenderu, do me thonë, qoftë në anën tjetër, qoftë në anën e veselit, këtë anën tjetër ku kemi qenë për shembull të societet muzeumi, te Excelat që janë Excelat produksioni që janë shkëpu disa prej momente, do me thonë, të asojnate kanë realizu, por në anën tjetër duke më si haru ata njerëz që fakti kanë realizu edhe komplet. Me tjera, Time Pictures Adriatikun e përshëndesim se e kena bo telashin, ku rekord kena kry gjerim me montazhe krejt, edhe natyrshëm është një djalë i mrekullueshëm. Na kena pas fat me njerëz që kena punu në muzikë, nashta dhe jena të marrë veta, nuk e di qka, po për një mena ka ra me punu me njerëz që jenë të marrë. Xcelat normalisht i kanë bu realizimin e dasmës, po mas nejna u dash me gjru një pjesë tjetër për me montu që edhe ka dalë finalja e asoj lumin për piano, se si shdojnë aty. Për pianon atje, piano. Për piano këtë saj. Dy herë lumin do të me fatë. Piano në Prizren, piano në Prishtinë, o dy piano. Shumë vërtet. Du edhe Mimoza Kadrin për fustanin e Rezës, por në anën tjetër po du edhe veselin për kostumet. Po, është kostumet e lobi vlo. Sinqerisht mire. Prej meje Valonës, edhe nikosisht edhe Valonën, për shkak që ka qenë në më thonë pjesë e kësaj. Po e ndjekim klipin edhe me njerë pas klipit kthehemi pjesën tjetër. Syt kanë krejti paskan, po na presin me dolli. Përveç teje nuk po shohin syt e mi. Ta kam fal, ty këtë zemër ta kam fal. Ta kam fal, jetën time ta kam fal. Asnjë herë nuk do të ndaj. Edhe një mi herë, sikur të jetoja, të njëjtën zemër do ta shuroja. Edhe një mi herë, me ty i kisha. Edhe një mi herë, do të premtoja, një mi herë me ty do t'i shijoja. Përveç teje tjetër jo nuk isha pa.
jetoja, të njëjtën zemër do dashuroja, edhe një jetë me ty i kisha nda. Edhe një herë në të premtoja, një jetë me ty në t'i shioja, përveç se jetë jetër jo nuk isha pa. E shikum edhe klipin, edhe shikuesit kam pas mundësi, dhe me thonë, edhe me shiku, edhe me ndëgju mbi gjitha kangën, sepse është kanga. E di që ka me qenë një kangë, ju ka lecu edhe juve shumë, sidomos ku jeni në për ato dasma gjatë sezonës verës, sepse qiftet me jytë bashkë me juve, bashkë me kangën e juj, se për para është dashtë me përbo për zgjedhjen, e ndë një kangë, kështu që e bukur dhe me thonë kjo, edhe me vetë në arkiv. Okej, po i kthehemi pjesës tjetër, pjesës emisioni Një Kafe me Labin, ku unë zakonisht dhe me thonë në kuadrët kësaj sezone, po e kërkoj diçka ka një kujtim, dhe me thonë, se cilin për juve. Edhe unë ju mundu, dhe me thonë, me bo diçka, me gjetë diçka, edhe në fakt, më ju këthy, ndoshta në retro, tjetës juj, sadeve t'juja. Kështu që unë i kam qatje mbrapa meje, i kam disa prej kutive që i kam të vendosme që jonë për se cilin prej juve. Qka? Ta i shala nuk manzeras... Mashallah, unë së në tista, si jasë në komentojna. Qa kime thonë, ka zënë saporet e i kim ledhë. Dhe qanë, Ma t'ju ka dhe në patën marë, mos nëziri diçka tjetër, mesaj. Jo, e kom kërku sërizër të më thonë trofejnë, se na kemi qenë bas të denë, se po arbria e kërë. Ajo është arbri. Po, të arbria e kërë, dhe më thonë nuk e kërë të. Dërsa me ta pru një temë që kom shpejnë. Njëta dokën ato. Po jo, shkova diku tjetër. Unë nëse s'ka prej dancë të nisë kam vishtë të natës pare. Finales më ka marrë arbëria, të natës pare kam dikon, dokët. Po, nisi prej, dhe më thonë, prej kutis ma të vogël, po që ka një peshë shumë të madhe. Mirë zonë është për ty. Pëse gjithë kutijat e vogële në të mija, dhe në të vogëla po nisë. është për ty, është diçka në të, është diçka shumë e veçanë. Sholla ka Dhe farë. më thonë kështë që hape, jo, hape kështë ta më në qërë. E ka tërë të ishke në dorë. Do më thonë, ti pas ke kontaktu me komplet shpis. Bili se ka lo në ona pak, mira hek qëta. Se ka lo. Kjo është një emri me një varse, që përshjet që është ndryshk, edhe e ka një emocion. Se me kini qef si sene me abedin të qonin një intervista. Këtë parëm të po në pasha zonë, po valojnë, që s'ta pasë. Këto e këm kur kom lind, ma kam bo dhuratë, momentit që kom lind, edhe e kam vendos emrin tem, edhe ma kam bo dhuratë së pedin cilën kamerë jam. Edhe është kjo, dhe ma thonë, e këm prej, unë jem gjeneratë 93, prej atëherë, dhe ma thonë e ruj, me një kujdes të veçantë, edhe kam shumë dhurata, po kjo është diqysh e para. Që për dridhen edhe dur. Pas të tips, ja kam shumë mërzi në intervista për me, kam qef me bo hajgare, me full, diqysh me kesh, senet ndishme që shtë, së është nashta dhe mirë për publikun, me i dhonë, së di më shprej. Mi ngarku. Po, qa mi u dhonë dash publikun, nëse unë janë nisim me kohë, qa? Jo, dhe me thonë, po duka diçka emocionuse me ty, që me ta pëshel goje, një farë. Qëna vëzhe, tak? Realisht po, së tash tolli vesel, që tash mbojnë menë që atë ushtë, ose më mbojnë menë. Mirëtan, po du më këthy pak të koha e fëminis. E mbanë mend, qëfar fëmini ki pas? Po, realisht e mbojnë menë.
i moj men shumicën e senëve, dhe nuk jam si Veseli që i ka harru klipën. Mas dasmës i ka harru, ne vazhdojmë i mojt men, po. Qam kështë gjithë mu, mëse. Okej. Okej, unë qëta, po e marrë qëta. Po e lo qëto. Edhe mrenda e ki... Në pas ka i në përshpia kretë. Okej. Është fotografia e... Nashta mund mos më kone e para, po është e vetë me fotografi që unë e kam e vapën tam. Kam përshtypjen... Qërë unë në mërzine kër plasë për vapën tam, se e kam... Dhe më thonë edhe më pas kallëzut i mu që kam e folë për vapën tam, unë e prap isha mërzit. E lema kur ma qëtë për para një fotografi, po tam është e vetë me fotografi që unë e kam e vapën tam. është mas 4 vjetë kam përshtypjen, është veç 4 vjetë mas qësoj fotografie, veç kam ndru jetë. Kam përshtypjen ku mujtë mi pas 6 vjetë, 5 vjetë, pak ka i bo 6 vjetë. Plisin, unë vazhdoj në rrugë sot me pa njerës. Me plisa, plisi ma simbolizon shumë babën tam. Unë i më kohë veç 10 vjetë ku më ka vdek prindi edhe e kam mungesh ta njetën. Në 10 vjetë kam përshtypjen që në mëj me zaglavit ashtë të folë ka pak, po munona më duru mos me kajtë, se më nëj që e kom pash një javë mjaftu shumë të gëzushme e sene, po ti din me prejka ato pikat e... Me nëj që një fëmin në moshën 10 vjeqare është koha kur njës me bo shok babën e vetë. Edhe une definitivisht me nëj që në qofë se kam najtë të mejtë me jetë, pa dushim që kom pas gabime gjithë jetën tem, shqyqër që bura gabime, mësona për tyne. Me nëj që e kam pak për shkak që ma prej 10 vjetë të tutje, se kom pas dikon qofë që më të arrej shpinën dhe që të graje më stanim, ose dikon që tëtë nale më se bënë që ta se s'bën. Pavarësisht që e ke përmen të tha edhe ndasëm që unë se kom një, mami u konë ajo që në kanë nejtë gati edhe në ka është kujdes për neve dhe është bo nane bab për të 3 neve, po prap menoj që është edhe për nanën tem, për të qenit prind, u konë e zërshme, po edhe për neve si të mi më rri pa bab është këgja zërshme. Zotit e ka marrë në kohën kur nashta unë kom pas nevoj mas shumë. Po, menoj që ka plët sene që mu sot majnë me kujtimin e ti, edhe babën e teme ka njoftë në regionin Suareke në Prizren e ka njoftë shumë, edhe unë jam rrit me kujtimin të më folë njerës të më kalëzu që kërë fëtam njerës që jam djali i Salit, këtë njohin qatë regionin tonë Suareke në Prizren, unë jam rrit me kujtimin që kalëzojnë njerës për ta. Me qovë me një punë që kanë bo bashkë, qofë me që kanë një që kur kanë folë për ta. Edhe flisin që po vazhdoj me pa aty, sot e shoh që shumë pak njerë vazhdojnë edhe majnë flisë. Gjeneratët e vjeta e kanë hekë si simbol. Ku do më konë, e ku do me e pa një flisë, definitivisht më mishën mollët e babas me. Kam kujtime të mira në familin tem, po menoj që pjesën e babit e kam ka mangu. Për shta dhe sot, bona sigura e fëmija që kur zohet s'ka kush ja kap dorën me qu. Qasë ndjenje e shoh vetën, sa diskuto për babën tem. Po thom, u munova u përbinja një 4-5 herë në fillim edhe shqyr e majta vetën mos me kajtë dhe mos me bo. Po, ty po të falenderoj se për një me prej javës dasë mëse tutje, njerëzit janë munu mos më mlanë, më mërzit e mos më bo, unë edhe ndasë me kom pas mangu. Po, bënej, e mjenë mungesën qësë. Qëre... Kom punu me dasme, kom punu shumë. Kom gjiru dasme vetë. E di qysh gëzohet baba kër e marrë për djallën e vetë. Në dasme, kom një mungesën shumë. Vesel, e njejta është dhe me thonë si une. Edhe unë e kom përjetu dhe me thonë, njejtë e kom përjetu, edhe unë në dasme e kom përjetu pa ta. Dhe po e di që energjia edhe motivimi e krejt gjithë shkafi edhe një farmyre unë e nisha që e kom afer vetës, e kom rapa vetës, po ma jep qatë forcen, po ma jep qatë vullnetin dhe më thonë për me ecë dhe për me shku për para. Kështë që nuk e di, unë e kom pas qatë njën të në kohën, mëranda për mëranda edhe dasmës teme. Dhe edhe mëranda dasmës tonë, dhe unë të thash, shqyqyr që s'më këndë në gjute, se këta tjerë unë i di që i kom bu me lëtë. Ma përmendë, po se nuk e kom njësi pjesë. Shqyqyr që se kom njësi që shtu isha po. Po, sigur që shtu isha po.
si do që tjetë, ata në fakt e di që ku na shohin neve mirë, ku na shohin që jemi ku jemi, edhe ata atje janë shumë maratë dhe janë shumë të lumtur prej atje që na që dërojmë brapa. Dhe nuk do shta me të bu me kajtë në emision, po... Unova më mbaj shumë, për mu dashma është, po them, e për mena as di sa herë, e bona këtë dashma që kur më pas ndodhë me ferën. Po, për në me, kur nëra me kujtu, e di që atë ditë e ku mbaj shumë vetën, më munu mos me kujtu, e kur më ktheve, edhe veç e kujtova që për në me e këm pas do momente me na dashmës, po tani nashta ma këni mu pak edhe djemë, jo klipi, jo, hajtë të munu më majtë, mos më po, edhe veç e këm ka përcy. Po, ko ka kom kismet me kujtu, këtë fotografi në kam e marrë vesh kur ta ka dhonë, e tani të kallëzoj. Unë kam punë me që ato. Dikush, e pas ka njerin mara. Ndëgjam, e bukur është që qërën, është edhe klipi që ka dalë, po është edhe kje që të me të kujtim, dhe më thonë, 3 emisionit. Shola bicikl, nuk visha Për në e këtina ma e malë dhe të bjerë. Nëse ki diçka për bicikl, që bicikl e ki për para. Kështë që këto, kur njët nuk kish palos diçka për ta. kur njët. Kur njët, të më tonë, na të cinë media që jemi, të më tonë, nuk kemi dit na i herë. Tja i me misjat këna të bu nervozë vlonë, na i sen jetu që unë na i Ko ka na i sen për tetën i badet s'ki full kur për të. Tetën i badet. Ma i që ka. O. Jo, kjo është qërë, edhe mu më ke këthy në kohë, është marketi. Unë jam rrit një pjesë të feminisën e këmë kalu qëtë. është marketi i familjes, ne kemi pas një biznes familjar, jam rrit, literalisht jam rrit që të banë. Unë një pjesë tjetës, po mënej adoleshencën është apet 2-13 vjetë, unë kam punu, unë kam punu se si fmi, po unë e kam kalu qëtë. Edhe jam falenderus ndaj venit që më ka rrit e familjarëve aty, se një më kënë fëmi shumë i marrushëm. Tepër i marrushëm. S'këm guzu mi e full njerëz, mu ka dokt, adin kur ka thonë e qysh jedi, qysh kryt e poshtë. E në market, kur nuk e arroj, njëherë u kthesha prej shkollës, edhe unë shona kështë po punoj, edhe hi mrena kryt e poshtë, a u lëtë edhe si tinza. E më thëtë, gja më nalë mu, thëtë, kur të fol njeri, këthaja si njeri, a je mirë të ujtë, mirë falemderit, ti qysh je edhe ecë, me të madhe. Unë shkoj në shkollë të nesërmën, fjallët e tina në kry, që më ka thonë mi u fol njerëzve. Në Vushtre e premtja, gjumaja është ditë pazar, në atë kohë bëj ke kalablak aty lugë. Ajo ine sheshit e ty u folë. Ej, jo sheshit, amo u ktheva prej shkollës, edhe tash tu kthy prej shkollës një 5 minuta rrugë, dhejtë e marketin. Kryt qysh mi u folë, qysh më ka thonë aqë bashkem, mi u folë njerëzve. Veç hite dera. Si hite dera dhe direkt, pos me konë ma e mali. A u lo dhe o, e rranë mishtërive, ata si një fshak shtu me amën se fmi punesha, e rranë, një 20 vetave, a u lo dhe te, a u lo dhe te, a u lo dhe te, më ka po që dhe mirë është, hajtë shkëm pak se të pusha. Po literalisht, mu përveç që pjesa që e muzikës e të lëshon me publike krejt, unë e besoj edhe e di, punan që të ven, mu më ka shliru me full me njerëz, me konë maj afërt, me dit, me pas një farë qasë ma të mirë me njerëz, edhe janë kujtimet tepër të bukra të adoleshencës tem, mas nej. Sa vite ke punu, apo... Nuk e di sakt, po unë prej fmi, nashta 10 vjetë në sen, deri ka 20 vjetë, që shtu unë jëmë konë aktiv, her pasere këtu, mas nej shkolla e këtu, po jëmë konë vjetë adoleshencën komplet e kom kalu në qëtë ven. Me punu mas nej aktiv, nashta jëmë konë një 6-7 vjetë, të aman që kom punu, që shpunon njeri, të aman. Nuk e di dash kush ka me pagu për marketing, po nështë... Unë shqeshtë. Ordin, asnit njëse, na për marketa, e kanë që të lej shprehijes, sigur të ki posët atë, abdin të shka një merë senet që të nëvojitën për shpele, i sjetë atë, edhe kjo pip. A i sen tjetër këshi? Abdin, që të syrë të të pip me letër o gona. Po në sen tjetër, po gjithë qysh edhe kesën. Kjo është me ta imponu me dhe me mos kja rrudi s'ka, abdin, merë. Merë dhe Dhe më thonë, a kjo kesja, a ka pas kësi kjo kesja Balenciagës që kjo? Ato janë konë Balenciaga vunë, thonë. Falenderit lapë, se për një me më këtheve kështu, unë e pata një kujtim të bukur për i kësoj, edhe
Po du me falenderu se për një me, nuk e kumë përmen shumë se jo për që e kumë me mshef asnjëherë, se nuk du asnjëherë me tentu me mshef diçka temën, unë e mbroj me fanatizëm gjithë shka që më ka but qëtu ku jam, por nuk u ros si muhabet, adin gjithë kena pull për muzikë, kena pull për... Ju kam pa dhe të bigu, por qëtarët nuk e kena di. Se kena, po... Kështë edhe pas ka mojtë msherë, së më ka kalëzua asmo. Okej, refimet e se cili për juve, këto kuti u hapen edhe një farmyre se cili të regut për vetën e juj, kemi me vazhdu prap me emisionin Një Kafe me Labin, kemi me vazhdu tutje, po këto momente duhet pa tjetër më shkput me marketing. Unë i falenderoj edhe njerë gjithë ata të cilët fakt janë pjesë e pandashme imi e janë pjesë e emisionit Një Kafe me Labin, sepse kjo është vetëm pjesa e parë e emisionit, është edhe pjesa e dytë, ka akoma këndim, ka shumë qka bashkë me Ardi Mirdonin, bashkë me Veselin, në këtë natë veçante edhe të mrekullueshme të emisionit Një Kafe me Labin. Faleminderit. I thëm aromës kafes që ma jep edhe këtu, Pavin Kafes, faleminderit që është pjesë e rrugtimit tem, faleminderit Prishtina Tiketit që unë bashkë me Prishtina Tiketin udhëtoj kudën e përbot, faleminderit edhe ju diasporë dashur dhe cila pak të vini, sepse biletat më të mira, më të lira, komoditet e keni miranda aeroplanave të Prishtina Tiketit GP Aviation. Por, ju qeni për toke, mos harani. Area Petrolli është njëra prej matrejave në vend, është e vetmja për momentin, e di që do zgjerohet akoma ma shumë, por është në pikën, unë thëmë gjithmonë në zemër të Kosovës, pëse gjithë shkojmë ka shkojmë, këmaran arlat që aty është, dhe me thonë, vendi ideal për mundali dhe për me pini kafe ndështa edhe më mbush me karburanti dhe me vazhdu kuda ku jemi në për Kosovë, por edhe jashta Kosovës. Unë pëjtëm Ardi Teljakut, faleminderit shumë për gjithë shka për zbukurimin dhe dhëmbëve të mija kohët e fundit. Teljaku për ndryshe mundeni me qenë dhe me vizitu. Po, kur jam të kjo pjesë këtu e marketingut, ju e dini që ka dhe zbritje të Labinot Gashi Valone, qoftë kostumeve të mashkujve, qoftë edhe të fustanave të industrisë, por unë jam me fat dhe falenderus sepse unë jam në Norvegji. Jam në Norvegji me datën 2 maj, jemi bashkë atje, Alp Festivali, një përjetim i bukur do t'jetë bashkë me gjithë shqiptarët e Skandinavisë, për shkak që nuk janë veç Norvegjia, janë Suedia, Finlanda, Skandinavia përgjithësi në Alp Festivalin. Bashkë e di që me Ledrim, bashkë me Kidën, bashkë me Jonzerken, bashkë me Bleron, e me shumë artistë tjerë, do t'jemi bashkë atje. Kështu që marketing, pas marketingut këthejemi prap në këtë atmosferë që jemi bashkë me Ardi Mirdonin dhe bashkë me Veselin. Mall për nanën e shikoj hanën, veç hana mban drit. Zemër ndjeja për e larë nga kjo vatër, mërzi që shpirtin po ma fin. Kisha mujt me t'thirë ty në emër, veç njëherë me mashnor zemrën, ajo erë që ma kujtof minin. Shpirti e me tani zonin, edhe njëherë me m'pas titanin, hyni që ma mësove tashnin. Kisha mujt me t'thirë ty në emër, veç njëherë me mashnor zemrën, ajo erë që ma kujtof minin. Shpirti e me tani zonin, edhe njëherë me m'pas titanin, hyni
që ma mësove dashni. Eksperiencën dytë e keni pas dhe keni përjetu dytin izolimin, mbylljen, gjithë shkapin. Dhe më të një vetëm një herë, për e kena përjetu 2 herë. Një herë e kena përjetu krejt komplet zbashko, dhe më thonë krejt komplet, një botë të tërë izolimin e pandemis, edhe nanën tjetër ju e keni përjetu izolimin e Big Brotherit. I kështë pa vetëm prapë në Big Brother Vesel. Për shkak se ajo atko kur ke qenë, nuk ka qenë VIP. Tash është VIP. A din që është puna? Kur kanë hy ardi me Mirdonin, po du më kalëzu shumë larë, se dhja këmë diskutu në herë me juve, parë se që në kalon me diskutu shumë shpesh për Big Brother. Pas ka thonë stokor. Kur kanë hy ardi me Mirdonin, unë nuk kom menu në herë që kom e pas qef me hy në Big Brother. Kur kanë hy këta të dytë bashkë, për shkak që unë jem konë shumë i ri, unë i kom pas veç 21 vjetë kër jem konë Big Brother, edhe s'kom mujt me bo shok. Kur i kom pa këta dytë djemët, dhe më thonë, kur i kom pa juve të dëve, tash për thonë kështë në sytë direkt, qaq e keni shiju atë vend, qaq keni bo, sikur që ke intervjishtë, të bo hajgare, gjujnë e ato, nashta pse një konë të dy edhe e keni mojt edhe vajbin e një tjerit, edhe e keni ndimu, është plus i madhe, jo? Menoj që kur kanë hy këta në Big Brother, e kom menu, kom thonë, kisha hi sot me dikën tjetër edhe unë, qysh kanë hi këta dy. Po në përgjithësin, që ose këthejna në kohën kur unë jam konë Big Brother, për mu, si 21 vjeqarë, konë kozheron me kalu. Edhe pjesën mas, unë kom pas asi momente që se kom dit, asë qysh mos cilë para njerëzve, nashta ardi Mirdoni, ju të dy e keni pas të njoftën jetën me publikun, e keni pas pak atë pjesin... Ose puna në televizion e këto i ka normalizu. I normalizon pak. Qoftë edhe një prezent me një skenë, sa do të vogël dilën. Do më thonë, mësohesh pak. Po thera pa. Do më thonë, mësohet njëri me prezencën, me në thojzat, më unirën si shumë me knu para një masë, një bindi, kom pak manalte me mësu. Unë se kom pas e do heqë. Kur nalla me kujtu, sarë në botë kjo pyti, kur nalla me kujtu qa kom hek mas që kom dalë, me nej që jo. Unë kom hy në Big Brother në kohën kur s'kom pas qa me hup, kom ujt me fitu diqka. Sot me nej që kom shumë me hup. Më është dasht, unë marova, bile ka njerë në soarek, në kalë, bëj hajgare me njerës, kur ma boj që të pytje, thënë, a kështë hi brabe. Thëmë, dikur s'kom pas qa me hup, sot, menoj që hupi shumë. Dhe me thonë, menoj që kom qa me hup ma shumë sa që kësha fitu aty. Po së në pëjësha, me shtelofet e Mirdonit. është folë, disa herë është folë të VIP që ka mundësi më majtë një beshtaf me krejt fitusat e kështu. Po jo, definitivisht së një shabë. Edhe me krejt fitus nëse ishe majtë, nuk ishe pranu për me ju. S'kisha mujtë. Vesh në qofse gruja, fort kishin që s'du kishton aty qysh, ja kime i apo ndohë. A që është ndodhë kërë. Po, jo, nuk me që kësha mujtë me registu edhe një herë. Okej, ju dytë, a kishit mujtë më këtu prapë me pa vetëm prapë më randa? Kur i shë videot, kur i shë postimet në për TikTok, në për sens që më dolin, sidomos kur është Bigu aktiv, i këthejnë në kohë Bigun tonë, Momentet e ju. edhe ma jep një loj nostalgjia, dhe thëmë, shumë isha hi. Po tani, që shë tha dhe Veseli, kur nalësh edhe menon se për një me nuk është letë, Veseli dhe mas mire që e ka provu dhe vetë, nuk është letë mënyra e izolimit, ushqimi, kur nuk e din qa pëndodh jashtë, qaj stresi, abedin që ti e bën një levizje, edhe thu që shu dokt që kjo, abedin, do ma kur të mledhen krejt këto, edhe kur del jashtë, qaj ngarkesa është tepër e ranë. Edhe tash kur ta menoj që atë sen, abedin jam me dyshe se qa kësha bo. Po kur i kësyri, pra po thëmë, që kur i kësyri videot, adin, ma dhojnë një nostalgji, që shpesh i qoj kështu video ordit, e i thëmë shumë e kësha përsërit. Se unë edhe ordet e kemi pas një të mirë që, një të mirë ose të keqë, ose të ujqa dusha, se në ashta sukon edhe e mirë, që nuk kemi pas debate tash, ashtë fjallosje. Unë e ordet kemi konë qilë krejt kohën, kemi konë hajgare. Abdin, që kjo e ka në ashtat anën pozitive që ma e pandjenë që okej, në ashtat e kësha bo apet. Po kur pishot që ta sodit qysh e kanë formullu. Dyjat kanë përfundu. Përfundoj e Kosovës, përfundoj e Shqipëris. Dyjat kanë qenë tash për ta. Si vjetë, dhe më thonë, si vjetë, sidomos kanë qenë
shumë tashpëra njëna me tjetërën dhe më tonë banorë mërenda për mërenda. Kishit mujtë me dëru qatë presion? Po nuk e di pse po e bojnë qatë, pse e kanë kriju si t'iden që sa ma ashpër do të me lu. Po të mund është me lu dhe qetë më në... Menej njeri ofrën qa ko. Nëse ki humor e ofrën. Nëse ki muzik e ofrën. Nëse je belagji, që të kemi ofru që aty. Që kjo është? Ba e ranë është që aty po ofrojnë dhe po dokën belagji, do që qenë belagji mas në... Jam belagjit internetet ata. A i që shonë me user 447. E ka shti aty. Kur kthehemi tek Big Brother VIP, qofë Kosova dhe qoftë edhe Shqipëria, kënë dëmbani mend prej fituzve? Që tu një valla që kjo u konë për njëri prej fituzve adekuat që u konë shumë i mirë. Unë pa dyshemene që në këtë format ka të regu diferencë shumë të madhe në aspektin e lojës Luizi. Do me thonë nuk është i krasu shumë me fituz të tjerë se që u konë diferencë e madhe të loja që e ka bu Luizi. Mas nej është gjesti për impaktin që e ka pasë në popull. Njëra qysh ai është zhvillu si personazh, është, adin sinqeresht, unë një metë, se mas bigut, jina konë për një metë te për shumë të angazhum. Studio live, edhe e kom këshyrë kështu me qef, ju veç live kështu po dhe klipet e di kur dilshin. Me ne që ta dy personazhe, jenë konë dy personazhe që nuk kanë mujt me u diskutu mas nej dhanet e dyta në krahasim me ta. Fitus të tjerë me ne që ka posa një parafërsim. A i pari kush e ka fitu, ka mujt me fitu edhe i dyti e i treti, po që ta dy me ne që jenë konë dy amna që s'kam posa një konkurencë në aspektin e fiturës. Vesel? Nuk diskutohet, unë vetë jam fitus një Big Brotherit, edhe unë vetë të kom qu stafetën dhe kom tonë as lojtare, as fitus, mas Luiz Ellit nuk mundet me ardhë. Ndër vite unë e kom vrejt diferencën sa publiku ka lyp, se qka ka lyp, qka ka ndryshu kërkesat e njerës që kanë votu edhe qka kanë zirë fitus. Unë mene që me Luiz Ellin, nalit. Mos me të rajt, nuk përdu me i në hak gjestet, unë e di që ka bo një buj shumë të madhe, që kjo kalimi prej Kosovës në Shqipni e kështu. Nuk e kom përcjell qatë vit hiq, s'kom pas shanca hiq. Po unë menoj që asë nuk ka me pas, nuk ka pas, nuk diskutohet, asë nuk jem në rang list kërkahone si fitus, e asë mas Luiz Ellit nuk ka me pas në njëri që e një formatën ashtu. A ka pas me aftu shumë kohë, a e donë qatë shumë atë format, a ka dasht me bo që ato që ka bo, unë s'po du me qinë për viti, unë kom shumë qef me taku dhe me diskutu që të sen, që shumë vetet i mu me vetë thonë ato. Menoj që është rast me u studiu, që ka dit me vojë me vetën e vetë, me imazhën e vetë, që që në veç ja heki kapelën, dhe menoj që mas ti është zërë me u diskutu edhe njëherë dikush, për lojën që ka bo, po flasë për qështë teknike me që janë fitus vetë, menoj që ajo është kapaku i për formatin e Big Brother. Për formatin e Big Brother, po. Milan? Po janë të njëjta, nuk besoj që ka në sen tjetër me u thonë, janë qëta dy emras. Dy emra janë. Po, raportet me kënë kanë betë të kjo dëtë, prej aty me banorëve sa keni qenë bashkë? Këshyre kongë, kështë e ka bo shërë. Mirë, shumë e mirë. Raporte, kjo përgjishme. Dhëtë me hyja, me që Instagram, këshyre kështë e ka bo, edhe e shë. Unë menej që e ka kalëzën. Nuk i urej kërkuj keq, ja urej krejtve të mirat. Në këto formate din Veseli mas mirti, ka njerët vjen mas shumë të i noti, që janë dë njerë si ti një personalisht, e publiku i një veç në aspektin televiziv, në një imazh që asë për afërmi nuk jenë qëta njerëz që servohen të publiku. Ta një tjetë një farpike thu, që kësha pos qef me citë me kaldu publiku që shenjone që të njeri. Po, prap se prap, unë një urej gjithat mirat krejt atyne konkurentat që janë konë aty, bashkë me neve, plët për tyne përsho që punojnë mirë, kanë sukses, nuk nga kamet raport në atë idenë shoqënor që me shoqënu të tankohen. Kena raporte që apo bëna e mirë, ku dhe që të tankohem, me asë një për tyne nuk kena të keqë sinqerisht, mos të nglëng pa lidhje, po nuk nga kamet në fa raporti i përzemërt që është të shkon menja, me thonë Vesil ku je o vlaj, dhe dojnë me pim një kafës, më ka marrë mollë me bu një muhabet. E që kjo është paka shumë raporti që unë
Do është ta mirë doni Tinza të najt me najnjonin. Mu po ma bojnë shërë Tinza. Mu ma bojnë takë, atë fajmënirë që ma. Vesel, me ty... Jo, nashta pse kanë shku, bonën 10 vjetë, 2015, 10 vjetë që është 10 vjetë, po. Jo, unë nuk kam asnjë kontakt. Mos me trajt, e di që i kom pranu do mesazhe ditën e martesës, më kanë bo dikush urime, menoj që ka pas, urime kom marrë shumë, menoj që ka pas edhe njerëz nashta që në kone Big Brother thonë, si kom lezu nuk po du me hinë haker kujna, po du me thonë falë, nëse... A i mon mend, pa? A i mon mend me këndje Pa dyshim që po, nuk diskutohet. Kush hajde... Unë e maj men finalin mas shumë ti, maj men edhe banorët të tjerë që kom pasë raportet mira. A di pëse pëtët kë a mon mend, nuk ka të mendosme që fillimin që s'mon mend për dosme të kur që të tash fillim të Po, sa, për një kom që të linën që është maj men kur gjo. Unë gëzoj memorie afat shkurt. Menoj që moj men... lumit e përvejtë. Moj men senet të rëndësishme nuk diskutohet, memorie në afat gjatë e kam të zhvillume për senet që kam rëndësi për mua që duhet me moj men. Po ma dhe i baloj nuk kam shumë qepë ngarku kështë me kësi. Po, edhe Shta më me që do, edhe në qofse e kësha pas që më ka shkru dikush që jo konë Big Brother me mu, menoj që shumë informacion i pa nevojshme për me moj men. A e mon Edhe t'jo për me... Pjesën mas dasmës, kur je shku në shpe, je hinë dhomë, ka dole. Rejtë pak, lem, mos këtë skuptoni, edhe ja ke nisë me qelë zarfat. Po, që ka plut ma për një pytin, kush e ka të shplut e zarfat? Edhe ja ke nisë me qelë zarfat. Edhe ta shti, po më do këtë përshë, lobi, edhe ja ka bon... 5 euro. E ti, lobi! Sinkë nuk pull. Kry lobi edhe ka qetë, lak edhe i ka shkru presë në zyre, si ko. Pa, dreqë. A i mon men që tjesë? Po, ti diskutohet. Allah ili a kena... Memorie në fashkur të kom mirë fort. A u dëshprovë në ikon? Ku? Edhe a u befasove në ikon, bro? Jo. Po ti lypi emna të vlasë, lë të rëftinë. Sa kënë kush që tha... Si më pasonë me përgjindje. Me kësa e bo. Po se po plot, kështu që thojnë, abdin, i kom 400 vetë në dosëm, po pëj dosëm se nëzirë ta... Pa kujnë vetë këta. Po, më nëzirë është, veti veselin në nëzirë. Kush nëzirë? Jo, më vlo. Kem të volë për këto. Se po kam qef informat, po du me testu vetën e ko majtë men. Menoj që 6 finalit të unë konë Alba, Fatjoni, Fabiani, Gjensila o konë mis universi të i kohë. Po. Noa, E thë ti. edhe one, 6 finalit s'këm konë qëta. Në më tonë për imanë. Kjo olë bëjtë të bik pas në mor pjesë, lo. Me hi me verifikun, me del keti të sejt, a ke hush në konë. Menoj që e konë qëta. Se ta jo njerë që një moj men. Kure Konë edhe një Fabiani. vjetë për mra pa finalista. Se t'jena ato 6, ta më s'ka kështa do konë Edhe u bon këtu kjo olë bëjtë. Edhe u kon këtu me? Fabian Kaja. Ndo këtë Fabiani më ka shkru, se tash, ja nisa. Fabiani më ka shkru edhe më ka oru. Po nëzire telefonit. Janë bo 11 vjetë që në këm fitu Big Brother. Me banorët, nashta që sokohet ashtë edhe ruën ka pak, që ka kilu në formatin VIP, ruën ka pak, edhe mas që dalin, mas ne i vazhdo në bajnë shoshni. Qoftë edhe vesh një javë. Mesazh i fundit vesel në telefon. Që u i kë, Olen u i. Olen, do më nxjerë Edhe Veselit, po edhe juve dyve, Arti dhe Mirdoni. Firma VIP. Më thonë, këtë priull, ja nisi pak o bo një rëmuj, për shkak se nuk është Loana, është Arbana, edhe të firma a kishët mujtë me pa vetën. Të punu, do më thonë, me hy, me lop, me kafsh, me gomar, me pula. Nuk më kishë pengu pjesa e punës, bile me ne aty pak ma qëllë e shkon, kishë pas me qa më marë. Din ki një farë aktiviteti ekstra, se pak ma shumë hapsine dhe një plus i madh të firma është që ajo hapsina e qelë. Se një sene përmenim me Mirdonin, mrana, më beg, nuk e dija ke përjetu ti, po të merë malli me pa largë. Se qërë të qelë sytë, maksimum një 20 metra më nëshme pas diçka e ki muri. E të firmave bile sheh, adin i qelën sytë. Më me që kjo është një farë plusi. Të biku veç Veronin në fsheshe klakë. Edhe pa të dojtë na. Një përparësi së më këshirë ke mu e pa ke botën. Botë, kjo është. Dhe tani e vrejta kur dole eshtë së më këshirë ketë banorët. Ja këshirë në stu, drive, këdina. Inspirim. Unë konë Big Brother ka konë prezentimin e ka pas Ledion Lishu. Unë nuk jem konë njëri që më ka ti Ramlin Albano Osmani asë më mëshu në do të drovimit asë njëherë. Kërë Nita dhe kërë e pas që Albano Osmani është e bo firma VIP,
e pas që ka ndru si format është realizimi këtë tjetër është gjithçka shumë më mirë sa që kohën, po me di që ju ka thirrë këta dy, nashta kisha shku. Me di që janë këta dy sigurt aty, nashta kisha shku se di që kisha Po shkojmë me një tre kuaj, sikur ai seriali që u kon. Po, huoni me atë. Okej, unë jam Franco. Ku pe amoj ti me nërë. Po se ka pos femën, Himenën, tu i shumë. Me konë Himena qika e Grabieles. A i ka ke vlëk lidhë të komplet. Këto e kam pos një farë pastruse. Ka pos em. Pa më të major. Mos më përte edhe mu. Tu i nuk kredu ne. Të regom Adini me falë. Unë jam njeri që fali, e kam një problem. Nuk muna me arru, sinqerisht. Nuk muna me arru. Muna me a fal njerit gabimi që ka bo ndaj meje. Muna me kuptu pse e ka bo. Zakonisht bile e kam një farë problemin kryu në gjithë thëm pse ka mujtë ma boj që të sen, e ta muna me arsyetu. Po nuk muna masaj me arru. Sere e shë qatë person, më këthen që aty. Nashta psikologët thojnë nuk është fali e plot, kjo se tek më të kujtohet. Po kështu nuk jam tip mas ne dhe nuk jam tip që mëna përshamë me thonë tja këthej ose diçka. Veç që me a harru dikuj nga gabimin ndaj meje ose qa do të qovë që duhet mu falë, nuk mëna me harru, e kam problem. Dësaj? Unë jam njeri që fali, nuk jam njeri hakmarës. Besoj shumë që nëse dikush najherë më ka hynë hak për diçka, besoj që Zotit din ka njerë jo ka njerë për gjithmonë me i drejtu do punë gjithqysh ma mirë që sa në qofë se vetë hyje dhe bëj vetë gjithësi. Më thonë, në përgjithësi në jetë funksionej që ashtonë, qofë se menoj që në gabimet e mija në jetë i kom vujt prej Zotit gabimet e mija edhe kom su prej tyne, edhe njëtë menoj që nëse dikush më ka hynë hak ose ka bo një gabim diçka në ndaj meje, konsideroj që Zotit është ai që i drejton mas mirë të këto punë dhe e jep në thojza dënimin e meritum. Nëse nisi me këthy vetë diçka që mënej që më kanë hynë hak dikush, ose kom jalon mangi, ose kom e teperu. Për mos me lon mangi, për mos me teperu, besoj shumë që Zotit din me o këthy njerëz dhe gabimet që i bujnë ata. Menoj që jam shembull më i mirë i veprimeve të mia, nuk jam njeri pa gabushëm, kom bu gabime gjatë jetës sa dush. Edhe e di në periudhat të randa për mu, e di që i kom përjetu ma letë të thonë që ja kom hush diku gjatë rrugës edhe garantin të e vujt një dam që kom shaktu dikujna, qoftë edhe veç emocional. Kështu që kjo është forma që shumë funksionoj, me i lo pak ma shumë dorë të Zotit, nuk merë në fort me. Mitan? Unë e menoj pak ma ndryshe, a bën mos me a falë, po a bën edhe mos më mirë me ta, me lanë ndërgjegje tina, do më hanaj me rnu me qatë nashta si interesën, po veç le të rënër me qato që unë si akum falë, do më hanën s'pi thëm jenë regull me mu, ka pos shumë rase, nuk jam hakmarë, s'po ju hakmerë, nuk ose me po të hika, po dhe po të falë, nëse ti të ndodhë diçka njetë, nashta është prej meje, që ta ka këty Zoti, po nashta është prej kujt tjetër, se ti së mba s'ke po veç mu, është menaj e ti prej kujt e ki, ka shumë raste ku as nuk ja kum falë, as mu hak me rastësi, po veç nuk jo mirë me të. Ka shumë raste, sidomos në këtë pjesën e muzikës, kur kemi fillu karierën bashkë me Ardin, që nuk na kam përkra, jo që s'na kam përkra, po kam folë fjallë ma të këqia të mundshme, do me thonë, kanë shti fjallë në mes edhe për me na pri shumë, u da gëshin në mu falëshin kunder Ardit, u da gëshin me Ardit falëshin kunder meje, edhe ka pos asi fjallë që, abedin, tu mos na marna për neja, tu mos na bo vem neja, ka pas asi raste ku ta bëjni nej në dilën ty, abedin, e që unë nuk i harrejsh të sene. E masi erdhë koha deshti edhe Zoti edhe na punum, në anën tjetër nuk ndalëm edhe na vqelën rrugt, që ata njerëz u këthym prap të na. U këthym prap, edhe unë e këtheva me të njëjtën monedë, ashe, bojmë nej në dilën. A vënë në dilën, ta dhoni nej. S'kjo u kone vërdet, kështu, jo, Po në dilën ta bëj nej, po dhe unë ta dhonë dilën ty. Pa postel heq. Ose që kjo u kone, unë e moj men, kër më pa të regu Mirdoni, i kish pas tonë dikush, na u mneshë me bo emën, një na konë fillim, edhe 2 djemë 3, asë nuk meneshë mëra për paguma jo, veç me kënu. Me një ven, nuk është me rëndësi ku,
E I thot ai, u kry thot ja u bëj një datë. I thot mërë një kry kur dush, adin, thot, ja u bëj një datë dilën. S'bëjshin ne ata dilën. Ja u bëj një datë dilën pa poster. Mledhë me shoqni dhe këtojna. Ja si me të vrash, ti kujna që është I ri, një artist I ri, kjo është sikur ma mirë në rehëm. Po të ri, atë sëllës dhe I sa të lodhë. Edhe tani këtu ja pranoj. Ma mirë është me thonë, për shembull, se na I shumë tri dhe mësoj shumë pe I tjerve, për shembull, edhe prej veselit që është në gastronomia edhe pe ati, abeden edhe pe ati, me më thonë, mirë dënë, ti du të me ushtru qitë kongë, ordi ti thu qitë kongë, qitë repertar, e në rejtë që kështu, këqyron, kur të është një këngëtar tjetër, ju shti 10 minuta, ose diçka t'il, se sa me thonë, abeden, shtin dilën, abeden, rregull. I pas ka metë edhe në merë, kështë edhe me dilën. E po që të sen e kumë këthy, tani, abeden, kur o merë të koha, thash në dilën e bojnë. Në dilën pa poster. S'ko ke bash ju hakmarë, me thënë bash që I gjenë, që Qashtu, abden, dilën Kuna I kështë të thonë në falë qëtash, në përmjet një kafe me labin në falë. Nuk kam një person me thonë në falë, se ku dhe që këmë bu gabim në njetë, kujdes na me sa ma shpejt, kur e di që jem gabim me këty, po e këmë përmenë edhe njerë tjetër, profesionin cilin ne e kena, nuk është njëtë sikur me konë mekanik, ose me konë doktor, ose diçka tjetër, se ti, si doktor, je qaj amën që je, edhe nuk e përfshin kërkën profesion tonin, prej rrethit tënë. Ne pjesa e keqe e punës që ne e bojna, është se ti pa dashin, ose me dashin e tyne, e përfshin edhe familjen edhe rrethin tënë. Kështu që unë një mfali kësha dosh me thonë prej këto për familjarët edhe prind që një farë forme I përfshin pa vullnetin e tyne në ashta në qëtë petkun e famës. Njerës mas nej merën edhe me ta, unë tash rrjetet sociale, unë e di që ka njerës që qohet kesh mëngjes, si të qohet, më shonë, me qa këm ka shkru diçka me një account fake, atë qatu mesajë, si të sen në di që I shuhen edhe print e mi. Ju më nuk më kënë shumë I kujdesrëm edhe mas bigot, e din të edhe para neve, mjë të regu që mos u merr me këtë pjesë, po ne di që I shuhen. E tash, unë nuk I marr nga zemrës se bile unë mirë do në të thëmë, ma du me nga komentu si njerëz, se vish t'japin riq në për konga, ta vish t'arritin kongën. Po prindi më të mi përjetu ma keq. Adin, më të me thonë që qa ku pse t'pithot, tek pithot. Kështu që kërkim falja më shpikrish për që të rretin, familjarët e mi, përgjithsi, prind në veçanti, që I përfshina në profesionin tonë pa pas nevojë ata me konë pjesë. Nuk është as me vullnetin tonë, po është puna e tillë. Po përse që kam shumë njerëzve për mi u thonë në falë, po tash mi u hi rend, do të me zgjatë emisionin shumë, dhe unë e njina për gabime, jo të më thoja, adin shqyqërzotit vogla. I kësha thonë në falë familjes, nanës, në jonaj sen specifike, po për vënesat e shpeshta që I bëj, edhe për merakun që ja shkaktoj, se tash dhe si prind vetë, nëse që s'mu ka bo me dollë, alona për qëtet që mu mërzitë kur këthejet, po ajo ndjenja kur e vladi është jashtë shtëpis edhe nuk e din kur këthejet. E sidomos këj profesioni jonë në alen shumë orë dvona jashtë, që tash të ke shumë pjesën e klipit gjatë montajës, edhe kur u kthejva në shtëpi, veç ish zdrit. Edhe abden nona beqel dherën dhe ku ke edhe është më punë, që kjo është puna jonë, abden. Kështu që kësha thonë, më falë edhe nanës, sigur të I kum ba dëm edhe vlad, për thëmë më falë edhe këti, nuk e di qëfar dëm I kum ba, pës e di që unë e vlad ma I vogël, edhe e di që e ngarkaj shpesh herë. Mos të thëmë kretë barën tem, abden, për gjithë problemeve që ja gjuj këti edhe ka... Që të është të më dhe mu se njëjtë. Ka sene që... Atë nërën e kena madhë. Barën e dyve, kështu, edhe menagjimin e dyve. Edhe menagjimit, po edhe kështu... Dhe probleme personale. Probleme personale ka punë që nuk mirë na heq, abden. Veç I thëmë që kjo më pas ka ndodhë, merë, abden, urdhëna, edhe e keqja është që ju më ra me një varë komfort zonet ashtë, edhe problemet ma të vogla në shpet që ndodhe, nuk prish një diçka, u prish abden, I thëmë që abden që ku kini njërin, po jo me e di që nuk bën ashta krejt që ashtu me alam, po I kësha thonë më falë, ashta
e shtylla pak, që shtë fitoj minutarë. Përmendi atë komfort zonën, se kur në ataku herën e parë, para sa vjetëve dhe më thonë, kur takum për herën e parë, i kom 52, kaluven 54, shpakleroven 58. Në gjardhet. Edhe kese është që tha, lobi tha, nuk kam, tha setra ma të moja. Tha 58. Po ta jepë që t'je lekë. Kur nojmë thash, është mirë, thash më zgjë nuk kam. Thash vazhdoj me 6 Ajo mesin, komfort zona, e të kuptu dhe më thonë që... Dhe shtu trash. Ja ka njës fitnesset. Rap. Po, bravo, okej. Vesel? Lab nuk diskutohet që kërkim falja e parë. Nashta jo pse jena djem, menoj që edhe qikat në përgjithësi sen i parë që kujtohet me kërku falje dikun janë prindër. Na që jena djem se e parë që e përmenë në nonën. Unë, nashta dhe për shkak të gjithës që e këmë bo, të mos e pasë edhe babën, menoj që e këmë kërku nonën tem shumë. Edhe e di që e kom lëndu emocionalisht disa herë në jetën tem, edhe nuk diskutohet, kur pohet fjallë për senet tila, me i kërku falje dikujna para nënës tem, nuk besoj që kom hinë hak në kujna herë me shumë. Menoj që e kom tepru të reagu si fmi i las drum dhe me 20 vjetë të bo gabime, edhe për krah, më falë, nashtë e kësha thonë edhe falim dhe që më ka duru edhe më ka bo djore në që mësot. Po nuk diskutohet që para nënës tem nuk del kërkush për para. Që sheni me sezon dasmave? A jeni të gatshëm, a jeni datat të saktume, a i keni krejt full datat, a vlen, po du pak mundal të kjo pjesë. E kom po një farë tendencët e krejt, nashta dhe është një farë ideje, strategjie, marketingut, po unë keshëm e se sanë. Jena të bukerat për 2028. Nejse, asu në Asmirdoni nuk i dina sak datat, i ka komplet Adnani, edhe është personi që merret me këtë këtë pjesën edhe organizimit menaxher që i bjen. E Adnani, veç e thirë. Adnan. A mu e ka një të mirë. Full. I thuti, a e kitë lirë që datë? Thotë jo, thotë po prindi shpak. Se dikur një është e lira. Mundet me të muzidhje, nuk është njëri që prish punë. Unë jam shumë falenderus nga këtë dasmurve, edhe unë edhe Mirdoni që na kanë zgjedh. Ka do është zoti, kena kalu mirë edhe në sezonat e kalume, mas nej puna është marketingu ma i mirë. Kongët, mas nej është një farë bonusi që ti a jep njerëzve që ty të gjojnë me i kalzu që nuk jetu e bo këtë farë pune veç për qef, po e ki, nuk është paqare, ti e bën me pik qefit, me dashnin ma të madhe muzikën. Edhe jena të lumëtër me punën që e kena. Asë nuk pëthëm jena ma të rezervumët, asë nuk pëthëm që jena njerëzit ma të kërkum të regë, po unë për vetë jem shumë i lumëtër me qatë kërkesë sa e kena në tregë. Edhe dhosh Zoti me vazhdu që është edhe për vjetet tjera, unë asë nuk lypi ma shumë, asë jem shumë okej. Arti, po i përmend datat dhe me tonë që shkafi, me zëna, ka ndë një datë lirë. Po që tash po më teket mu, për shamo, për thiri, a dhëtë me thirë? Stira dane, be. A je sigur? Kalzoj që e shokioni? Po dhe kalzoj që e shokioni. Që pi thonë më në të thirë në shokiem. Tre gushtin, a e keni të lira jo? Duke të regushti është i lirë, mos nga bosha. Këshër vete? Adnanin... Nëse jo treshi ta jep 18 gushtin, së është e loshet, shtina dikon. Adnan, tre gushti, a është i lirë, a së është i lirë? Je befasi, thuj? Naj. Vesh në torte? Naj. Vesh në torte, dhe orte ja ka morë dorën torte të snasht? Nuk, jo, do të krejt dasmën. Krejt dasmën në ty. Krejt dasmën është. Shke pak problem. Esenca është krejt dasmën, dhe më thonë në zonë. A përshë që përtu shte masa ande jo 2027, 2028. Jo, ma se këto janë. Donim ta në zonën jam. Bateria i keni mush për sezon? Me zi po presin. Për me poset dasma të dojnë, edhe nej, ata përdin të veseli, se zbandash me folë kondër nej, po dasma të dojnë një energjin i krejt tjetër, edhe kështu që me zi presim, na presin shumë mirë dasmort, edhe na mundohem tani me dhonë edhe njëherë doglo matë mirën, kështu që kur vjen ora 12 e gjysë, e shumë që po vjen fundi dasmës, a përdin, ka gjysa sezonës gëzohëm kur vjen fundi dasmës, po sidomos fillimi, korrigo komplet, a përdin gjysh kur të krye dasma, u kry shpejt, a përdin se njerëzit e mirë, atmosfera mirë edhe pritojna me u këthy në shpi, a përdin timojmë edhe pak. Pamërsisht që mas tortës e dim ketë që po thuj se veç përfundën, a përdin, po na mundohë me javë shty tortën, a përdin, mos e eci njerëzit, kështu që shtyje tortën edhe pak, të bojmë atmosferë.
Vesel, sa kime pas problem sezonën korrigosht, të e marrë parasysh se te lokali zakonisht gjatë vdimnit, pranverës, gjeshtës, e keme këngëtar, e keme muzikë. Këta janë shumica, 90% janë në përdarsë. Lap në 3 vjetë e fundit, po mënuna me po një krasim shumë shkurt për 3 vjetë e fundit. Sezona është të shkurt gjithmonë e të utkurt, të u bo ma shkurt. Edhe për një me është shumë zërë, bili me thita Adnanin, thash me vetë për datën 3, që e vete, me i thonë sa herë të kanë thirë, për mi 50 herë thirë një dasmor për të njëtën datë, dasmor të ndryshmë, po më nëjë. është shumë zërë me bo neja në kohën e dasmave, se sezonat, përveç që po të kurën shumë, këngëtarë nuk ka qatë shumë sa ka dasma më dhovet. Dhe më thonë, ka mundësi këta, se s'pëdu me azbëllu atë listën e dasmës, po më në listën e dasmës, listën e datave, po ka mundësi që edhe 2 ditë rresh janë të njëjtin hotel, në të njëjtin restorant, i kanë nga 2-3, një mas një ditë në rend. Unë në sezon të verës, mënona me improvizu diçka me DJ në Prizren, lokalin Prizren, nuk moja dhe ashtu event, është pak ma familjare. Në Suarej, po mënona diçka me bona e farë organizime pak ma thjeshta, që mos me konë, mos me pas live. Po për ndryshe, Adnani dikun e gjanë një datë që dha, i thirë në telefon, e di që me të paktën me djemë, të kam pak ma let me nuk po flasë që me djemë, po përgjësi. Në përgjësi, unë vendosëm me full me djemë, se e thash, Adnani e gjenë prap dikun një datë dhe thëtë qëre, e kena një ditën, e qëtu natën, kena vendosë e përshu, po për ty pe bojna. Në përgjësi me këngëtarë tjera, Allah jo shumë. Se, sidomos, edhe kur vjen puna e gushtit, ka mas ne edhe festivale që marrën jashtë në kohën e korrigut të gushtit, po veç që logari që s'munësh me majtë muzik live edhe që kjo që e përmeni Veseli që tha ka vendosë me pushu, është arsyetimi këngëtarëve, sikur të kërtojnë 2 gushtin, po pushoj. Jo më lodhë. Jo, mes po përshojnë, a flo, për jatë ka ta ka... Jo, mes po përshojnë a shtator, ja. Ska ka ndodha, po përshojnë a shtator, shala s'ta bje me pushu. Për ndryshe lokal të Veseli, jo që është këtu, për ne me bon në jatë fantastike, nëse veç jem me 18 Nisi me përndryshin. Nisi me 18 gosht, korekt, gosht, s'ka lidhje. Përndryshin. Përndryshe, jo që është Veseli, po për ne me bo në jatë fantastike, kështu që kur jemi herën e rodhës nuk po e di, po gjatësysh ku me orë me të marrë dhe me shku bashk, qaq bot njerës kalablak, so që e mojnë men, spedial ka në verë, ashka, nëzet shumë i madhë, edhe kisha nevoj me pi diska, edhe kamarierat nuk më ishën marrë, abden, se lug, abden, edhe Veseli ishë largë dikonë dhe pidhëm, orë, diqa, bo diska, abden, edhe, që ka me bo, është lëpja mërë diska, edhe e ka shti, po teksti nuk më kujtojnë. Kur dolat e dera, kënë të kënu që atë varitëm, tani e bojnë adhash, dikush lyp pije, o Veseli, o dikush dhe shpëruj. Me mikrofon, me kong, i kalzoj që bërë njëri të ujë me pije. E moj men, se te e moj men, është të vero konë, edhe porosin e ke bo të kënu. Të kënu? Dikush lyp diçka, Vesel, dikush po dek për ujë, e bje e moj men së të po. E ta që ja kemi marrë dorën dhe nuk ja husim asoj. Aja, konga u bota, konga është bojë lokali. Ta që jem të punu për me këthy dhe në mish. Mëse më përmend që të mish se hajdari shumë arakli i mishin. Me hungër për ka qef. Kështu që mas, sigur të qenë, po të përshkojmë direkt. Kështu, tek kjo pjesa e mbramjeve, Vesel, tek lokali, ma e mirë është sezona e verës, a sezona e dimnit për ty? Unë nuk e kam zërë me menu të tarponë. A vreje diqka? A vreje ndryshimi? Për shkak se këta këndojnë edhe verës, këta këndojnë edhe dimnit, po e marrë shemë. Po flasë për profilin e lokalit që kam unë. Unë kam hapësirë të mrenshme shumë, terras kam shumë pak vogël. Edhe nëse lypët me të kallëzu dalimin, po, njerëzit verës janë si atmosfere, njerëzit të ri që vinë diaspora këto. Po për më mpyt mu tamam, unë thëmë dimrin e kam sezon, se vetë jam tip që e du dimrin e ftohtë me shumë që të nëzetin. Menoj që njeri në dimrin nëzejet ku dojnë e verës, vëllaj më plavi ku dush. Po ki ka shkënë, no? S'po mundë se ku po t'kam. E unë e du sezonën e dimrin të akma shumë. Jo vetëm për shkak të lokalit, po jam edhe tip që e du ftohtën edhe stimin e dimrit e borën në shiun e to. Po në lokalit e unë, ne e të dimrit, menoj që borën pak ma të mira, edhe që mund pëlqenë, është çështje shihesh me i vetë, në ata kolegët e me në punë, ata thojnë kretë jo vera, se e shijojnë ndryshe, ata me i vetë kolegët e me që punojnë shërbim, për shembull ata thojnë vera, se bakshishi, gërëgjia, po për mu, menoj që dimri është më i mirë.
do të thonë, definitivisht nuk e ndrojnë, nuk bëhet llaf me ndru sezonën e dimrit me të verës. Është më e shkurtë e verës, edhe po vinë çdo gurbeqar shumë e haz, edhe pe shoh që çdo vit po vinë më të nervoz. Diaspora në Kosovë çdo vit e më nervoz të shtu ardh, nuk e di çfarë puna. Në gastronomia të na paraqitet problem shumë. Është sen që diskutoj për ditë me kolegët me të gastronomisë që kanë lokale të tjera, qoftë Suareg për shembull në Prishtinë. Do më thonë, gjdo vit e ma shumë gurbeqar vinë në ankesa. Diaspora të gjallë, vinë 5 Zvicrës, ma shtrajt nofta këtu, se Zvicër. Ka shumë faktor. Nashta na jena të konkuru edhe Zvicrën me gastronomi, mendoj që çmimet që i kena sot, njëjtë me gjithçka. Edhe nashta kur po vinë, ata kur peshojnë, po thënë kur u bot ju. Po, definitivisht, dimrin sezona dimrit për mosh ma mirë se verës. Une e pata një natë shumë të veçantë bashkë me juve, uroj edhe shikuesit me pasu natën e veçantë, nëse keni diçka për fund, për para se edhe me këndu këta dëtë edhe këngën e fundit për sonte për emisionin Një Kafe me Labin. Besaj? Unë veç s'po du edhe njerë më u këthyje me shkute tema dasmës, seriozisht po du me të falenderu ty për gjithçka që ke bo prej ditës që të një, e sidomos këto eventet e fundit që i pata, edhe falemderit të përftesin e emision. Unë kam një 5 vjetë që shkëm dola për intervista, po nuk mujta me thonë jo, se kam një 5 vjetë që unë që shtu me dalë me bo muhabet e me bo intervist, nuk s'di që kom bo në herë. Kështu që falemderit shumë edhe univa sigur shpinta. Shumë falemderit. Çka me thonë, qatë thojnë është e kotë, për me falemderit jo për ftesën, abdin se e ki obligim me në thire, me të thire, mua edhe. Dajna tundit. Falemderit për me, Labi është një prej atyne njerëzit pak që nuk ka ditë me më thonë jo kur, e bëna me emisioni ketë me falenderime, po për një me që ashtu është, kështu që sidomos na që bojnë muzikë, na bjenë gjerimet klipit, dasma, aenge, ndryshme, është bora ma e madhe është që kjo e teshav, edhe do më thonë, kur nuk e ki që të barë, sigur të që nuk e ki pasë kur e hi dhondër, është taletën 90%. Edhe qitë pjesë, thëmë fajmderit që nuk mirë mason as ardi, gjithmonë e kam një numër telefonit që veç e thire, edhe di që në regull jam, apo nuk mira me detajet tjera, kë mirët me ketë pjesë, e di që shumë herë nashta e kemi të pru, të kemi dëmtu, po kështë fajmderit shumë për qatë pjesë, për këtë pjesën tjetër, po besoj që ta dhe të bërë shurek. Për të kjo pjesa që po ndërhyn, ti ju e dini fortmi që unë, do më të njën pak njerëzit, si pak cilët mina me ta edhe ashtë ma tepër që huazojnë, do më thonë, të këpjesa e lokalit, të këpjesa e valonës dhe labit, e di që njëri prej njerëzve që ju pret gjithmonë është të kremi atë, që unë e falenderoj gjithmonë edhe për punën e për gjithë shkafin, por edhe kremi gjithmonë sa herë që i keni marrë diçka të lokali e keni këthytët, nuk kom pa kur në njëherë matë kujdeshëm edhe matë pastër ta me qenë robat kur këthejem. Kështu që unë përdu me ju falenderu edhe juve, sepse mbi gjitha është kur e merë një sen, dush me pastër dhe kujdesin edhe me rujtë. Kështu që jeni jashtë zakonisht kujdeshëm dytë. Falemderit. Afshe, reciproke. Unë e këti falemderit, kë mua. Knatësi, Lab, sinqerisht. E këm përmen edhe herën e fundit kërë këna qenë emision, unë si fëmi e këm po emisionin tënë, i këm po artistat me cilë të në rritë, estradën tonë, kanë kalun me thonë në për qëtë emision, edhe është knatësi kër jëmë prezent, së dhe mësë kër je prezent edhe me njerë që i nje, kishë është një me ta, shpesoj që reflektojmë bukur të publiku, njëjtë qyshin ani këtu, edhe shpesoj që historitë tona, që do që i kena kalzu, janë një farë forme kohë e mire kalume para televizionet për publikun. Kështu që një falenderim për krejt që e bënën të tash, unë kësha pas shef publikut që na manë edhe vazhdojnë në kërkume na pas në ekran. E di që me Ardin e Mirdonin, kemi me pas këngën e fundit për sonte, për emisionin Një Kafe me Labin. Unë për falenderit shumë për që keni qëndru deri këto momente bashkë me Një Kafe me Labin, jam falenderus për zemërsisht se cilit prej shikuesve shumë ndërshta që janë, që qëndrojnë bashkë me ne, kanë kohë të dielën, të kalojnë bashkë me ne dhe t'ja fillojnë prej të hanës, dhe më tonë punës edhe obligimeve të cilat pak na presin se cilit prej neve. Por s'paku e diela tjetë relaksuese, tjetë e bukur. Një falenderim shumë të madhë për Prishtina tiketin që unë udhëtoj kudo në përbot bashkë me të. Falenderit Pavinit për aromën e kafës që ma jep, pjesë pandashme e imi është edhe Arja Petrolli. Falenderit shumë që janë pjesë e rrugtimit tem
por duke mos e haruar se të edhe unë për busqeshin ndoshta shumë më mirë, falë Telakut. Telaku Dent, faleminderit shumë që është pjesë e imja, pjesë e emisionit Një kafe me labin. Ju e dini që zgjedhjet tua ideale, aq ma tepër për sezonën tashmë që po vjen sezonën e verës, ju cilët fakt të një më bodhë ndur, ta mund që është duhet që shëbohë dhe veseli, edhe mundëri më ardhë drejt lokalit, mundëri më ardhë dhe drejt Valonës, ju burra më dokë për mrekulli, por edhe tek Valone, nëse do një më duknusja për mrekullit Zotit, është fustani i industrisë ideale aty për më zgjedhë. Bashkë më ardhim me Mirdonin, unë ju thomë faleminderit shumë që ishit bashkë me Radio Televizionin Nisëne. Arian, faleminderit shumë, Fatas, Ambe, Gzem, Hajdar, Halim, Ekrem, Flor, faleminderit që jeni pjesë e këti rrugtimi, pjesë e emisionin Një kafe me labin. Sonte ka qenë edhe arti bashkë me neve, arti një zemër të vogël edhe të madhe shumë, kështu që shihemi javën tjetër, po ma jep një pabin sheqer, super fond. O zemër, gjithmonë i ambel kam qenë, i ambel kam me vazhdu me qenë. Kështu që shumë ambelsinën e fundit, ama bashkë me qëndroni bashkë me ne, qëndroni bashkë me Radio Televizionis. Ah, moj zonë e malit, sa shumë qenë kerit, falja zemrën djallit, jo mos e mërzit. Ty t'kam dash, ty kam me t'marr, s'du tjetër veç ty. Pa ty jo as 5 minuta, nuk mune me ishty. Ty t'kam dash, ty kam me t'marr, s'du tjetër veç ty. Pa ty jo as 5 minuta, nuk mune me ishty. Mun ka pru Zotit e ti, për me t'fal ty dashuri. 1 minut pa ty, është shumë për këta 2 sy. Ty t'ka pru Zotit e kun, me tregu që të du shumë. Nuk e di qa menon ti, sytë e mi të shohin veç ty.